Ti nuk prite dhe pak muaj që të plotësosh vjeç 89, në mes shokësh jo të huaj që gjithmonë i pa të pranë. 6 maj, dita e Shëngjeshit, data e lindjes së Merlleshit, i ndryt ftyra veç prej qefit dha mesazhin e të nëmdheshmin. I Merrleshi, i gjati hovë, në këtë moshë ka çfarë thot, vërtet i vjetër dhe pa shkollë, i drejt i pasër në këtë botë. Nuk fol shumë si disa, pati probleme me dëgjimin, por i heshtur dhe pa zhan, gjithmonë përfaqësoj të mirin. Asnjëherë nuk lëvdrohet, fjalet nuk i shoj kutru, vitet e shkura i kujtohen, por asnjëherë si ka ngacmu. Vjen nga kolshi neolitik, një familje me shumë tradit, me nga tresat kur s'ka dit, jo 10 vjetit, por dhe 30. Shtëpi bujare, shumë punëtore, veç me punë e djersën e ballit, nuk ka ban që fa i vjen përdore, gjithmonë ngeli shtëpia të parit. Disa vite dhe këtu në Kukës, i dha hjeshi kësaj ane, vizitor të huaj që vinë udhës, i drejtohen odës kukjane. Salla e lojrave të moshës së tretë, këto ditë ndjeu mërzi, por në memorje a i ka mbet, ashtu i thjesht dhe burr zotni.